أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevaviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë drejtuar besimtarët rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Me ndihmën e Allahut dhul xhelal, dje filluam kapitullin e ri, kapitullin e 22 me radhë, kapitullin që flet për këshillën dhe nasihatin. Dhe në fund e përmendëm hadithin e parë, të cilin e ka sjellur Imam Nevaviu rahimahullahu taala në këtë kapitull, ku thot: An Abi Ruqiyya Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نرفن أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: feja është këshill. I thanë për kë? Tha për Allahun, librin e tij, pejgamberin e tij, prijesit e muslimanëve dhe masën e gjerë të muslimanëve. Pra, Imam Nevaviu rahimahullahu taala sjell këtë hadith për me treguar se nasihati ka një vlerë të madhe në Islam, saqë e tërë feja është këshill, ose shtylla kryesore e fesë është këshilla. Nëse nuk ka këshill, nuk ka fe. Ashtu sikurse ka thënë hadithe tjera, për shembull, el hajju arafa, haxhi është Arafat, që do të thonë se ai që nuk qëndron në Arafat nuk ka haxh. Dhe këtu do të thonë se ai që nuk jep nasihat, nuk i këshillon të tjerët, ashtu siç treguam në dersin e djeshëm, ai njeri nuk ka fe. Se gajra për fe, dhimbja në lidhje me fen, ndjenjat, emocionet që i ki me fe, janë ato që e shtyn njeriu me dhënë këshill edhe nasihat. Nëse njeriu nuk i ka ato, atëherë nuk e ka, domethënë, nasihatin në jetën e përditshme të tij të pranishme, dhe nuk brengoset për devijimin e njerëzve apo për veprat e liga dhe të këqija që i bëjnë njerëzit. Tamim ibn Aus ad-Dari, transmetuesi i këtij hadithit, e pas ka kunjen e Abu Ruqiyya, baba i Ruqiyes, që ka pas vajzë, e cila ka pas emrin Ruqiyya, dhe nuk ka pas fëmijë tjetër përveç kësaj vajze. Është sahabe, pe sahabeve të njohur, ka qenë i krishter, ose është bo musliman, madje ka qenë murg në kohën e tij. Ka ardhur në Medinë në vitin e 9 sipas hijretit dhe është bo musliman. Dhe i ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregimin e gjessases, tregimin e dëxhallit. Nëse ju kujtohet hadithi i gjatë që Imam Muslimi sahihun e tij, që ka treguar Tamim ibn Aus ad-Dari atë udhëtimin e tij që ka pas në atë ishullin, ku e ka pa, domethënë, atë krijesën e cila pastaj ka thënë te dëxhalli, e ka pa dhe pastaj ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë, do të si fitore ose plaçkë lufte, një fshat që quhet Ainun në Palestinë, dhe në kohën e pas vrasjes së Uthmanit radhiyallahu anhu shkon nga Medina dhe banon në Sham. Ka qenë njeri i dhënë pas ibadetit, sa që ka ndodhur
ka ndodhur që tër natën ta kalon namaznate duke përsërit vetëm një ajet, e pastaj duke bërë ruku dhe duke qajt dhe duke bërë sejdë kështu me radhë. Ajetin të cilin e përsërit ke gjatë në këtë namaznate ishte ajeti i surës Gjathi, ajeti 21, ku Allahu Gjalla thot: Am hasiba alladhina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Llogaritin ata që bën mëkate, se do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan Allahun dhe bën vepra të mira. Ishte për atyre sahabëve që çdo 7 ditë e bënte hatme Kur'an. Thot Muhammed ibn Sirini për te, ishte njeriu që ka marrë pjesë në grumbullimin e Kur'anit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ishte i pari i cili vuri ndryshimin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte njeri që gjithashtu kishte keramete, domthonë veprime me të cilat e nderonte Allahu subhanahu wa ta'ala, sa që disa për tyre i ka pa edhe Omeri radiallahu anhu, edhe kjo njëri për rasteve të këtilla është ku dhe thot në një pjesë Medinës doli ose udhez një zarm i madh, edhe Omeri radiallahu anhu e thiri Temimin, edhe tha eja edhe ndale këtë zarmi. I tha Temimi: o emirul mu'minin, kusha mon me njarë këtë zarmin e madh? Insistoi Omeri radiallahu anhu derisa erdhi Temimi, e kur u afrua te zarmi e filloi me mbledh zarmin me dorën e tij dhe me orientue ka një pjesë ku s'kishte domethënë dame, edhe derisa u ndal zjarmi. Kjo është një për rasteve domethënë që Allahu Dhul Xhelal e ka nderu me ju kundërvi zjarmit, a zakonisht dihet të gjithë na e dim se njeriu do thot nuk mundet me kundërvi zjarrit duar thatë, por duhet me pas mjete për me fik zjarmin. Ky sahabe ka transmetuar 18 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, 18 hadithe. Ju vetë juve sot dini më shumë 18 hadithe, ama as sahabe seni, as ilmin e sahabeve se keni. Pse? Se ilmin se merrni me seriozitet, se nuk mendoni rreth ilmit, nuk punoni me ilmin, e keni më tepër domethënë për momentalisht nuk e keni për afalgjat. 18 hadithe nuk është shumë, sikush secili për neve ndoshta din më shumë se 18 hadithe, mirë po fatkeqësisht nuk kemi atë sinqeritet edhe devotshmëri dhe të thellim dituri që ajo pastaj shndrohet domethënë në ilm të madh në mesin tonë. Ka vdekur në Palestinë në vitin e 14 sipas hijretit, do thotë ky Temim ibn Aus ad-Dari rahimahullahu radiallahu anhu wa ardahu. Pra ky sahabe ka transmetuar këtë hadith që është prej haditheve për të cilën ulemat thënë që është njëri prej 4 haditheve të cilën mbështetet i tërë Islami. Njëri prej 4 haditheve të cilën mbështetet i tërë Islami. Cilat janë ato 4 hadithe? Kush e din? Se na dina ma vetë me bo shumë. Edhe telefon me lujt, edhe fotografia me qu, edhe me shkujt statusin Facebook. Shumë se në dimë, kërë vedem punët e ilmi, ati ngelimi. Pse se kemi për çdo ditë ilmi njëtën tonë. E kemi njerë njaftë, mësejmë shka mësejmë, ngojmë shka ngojmë, edhe dhe njavën tjetër, Allah kerim të në rabët. Allah i dhash bereqet. Ilmi nuk është preokupim jonë kryesor. Ulemat kanë thonë se 4 hadithet të cilat mbështetet Islami është e para innamal a'malu bin niyat, veprat vlerësohen sipas niyetit. E dyta men ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad, ku shpik diçka në fen tonë atë që nuk është pse është refuzuar. E treta ad-dinu an-nasiha, edhe e katërta al-halalu bayyin wal haramu bayyin, halali është i qartë dhe harami është i qartë. Si dhe qoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka përmend komponente gjysore të cilat duhet secili prej neve mundal edhe mi kuptu. E para, fe. Çka është fe? Dini. Domethënë, në gjuhën arabe termi din
që na e përdorim gjuhën tonë me përkthim fe, i vjen në shtrim, adhurim, dorëzim Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo me qenë fetar, apo i lidhun për fenë. Të gjitha këto kuptime i ka, ose do më thotë përgatitje për të dhënë llogari për Allahut dhul xhelal, për të cilën themi maliki yawmiddin, pronar i ditës së llogarisë, do më thotë ditën kur ti si besimtar i cili ke adhuruar Allahun, ju ke dorëzuar atij, ju ke nështruar atij, ke më dhënë llogari për Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj prej kësaj e kuptojmë se jeta e besimtarit në nështruar fesë Allahut dhul xhelal nuk mund të nënkuptohet pa nasihat edhe këshill të cilën e përhap besimtari anën bon. Andaj kjo është feja të cilën besimtari duhet të ndjek, duhet të nështrohet edhe duhet të përcjell pa deviju nga kjo, sikur se thotë Allahu xhallahu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dhe kjo është rruga ime e drejtë, këtë rrugë ndjekeni dhe mos ndjekni rrugicat ngjathas dhe majtas, të cilët ju largojnë juve nga rruga e Allahut dhul xhelal. Kjo është porosia me të cilën ju porosis juve që të jeni më të devotshëm. El-An'am ajeti 153. Pra, kjo sjellje islame, zbatimi i islamit vjen domethënë si rezultat i nasihatit të sinqert të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri shtyll të fesë. Nëse ky nasihat i sinqert gjendet në mesin ton, atëherë padyshim se përhapet e mira në mesin e besimtarëve dhe njerëzit u nështrohen urdhave të Allahut dhul xhelal dhe largohen prej ndalesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nasihati në këtë hadith e ka për qëllim udhëzimin dhe orientimin ka e mira, besimin në Allahun, besim të shëndosh dhe ndjekjen e asaj që na tregon Allahu dhul xhelal në librin e tij dhe atë që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija, qofshin urdhna apo ndalesa. Dhe pastrimin e besimit islam nga çdo njoll që i është vesh islamit, duke e zbatuar fen të plot, pa mangësi e as pa shtesa. Nasihatin e përmendëm dje e ka qëllimin që t'ja duhesh të mirën atij që ti jep nasihat. Motivi ose shtytësi që të shtyn ti mi dhon nasihat dikujt është ti pse ja don të mirën atij jep nasihatin. Jo për ta nënçmuar, jo për ta ofenduar, jo për të tregu mangësitë e tija, jo për ta tërpnu para tjerëve. Shumë është më rëndësi se çka është piknisja jote në atë nasihat që e bën. E ki për Allah, e ki për të mirën e tij, e ki pse e don atë, apo e bën për qëllime tjera të cilët ti i din vetveten tonë, në zemrën tonë dhe domethënë në shpirtin tanë. E përmendëm gjithashtu se nasihati i ka dy kuptime dhe që të dhja kuptimet e japin kuptimin e mjeshtërisë. Duhesh me qenë mjeshtër me dhënë nasihatin. Andaj se na tham një kuptim gjosor është se kur i ki rrobat e shkyera, vjen mjeshtri, rroba qepsi edhe i ardhon ato në atë formë që nuk shihet, domethënë ajo e met ose ajo e shkyri e rrobave tonë. Edhe kuptimi i dytë është kur njeriu domethënë që punon me mjalt, e merr domethënë atë kacën domethënë ku është mjalta, edhe e nxjerr mjaltën prej dyllit pa e përzim mjaltën me dyll. Kjo tregon një meshtri të lartë të cilën duhet me pas njeriu kur e jep nasihatin njerëzve tjerë me të cilët ai jeton gjindet dhe u adon të mirën. Normalisht se këtë hadith janë përmend disa kategori të cilëve na u kemi bosh të japim nasihatin. E para, të japim nasihatin njerëzve për Allahun. Do të flasim njerëzve në lidhje me Allahun dhul xhelal, madhërinë e tij, dominimin e tij të gjithë botës, nevojën e njerëzve për të dhe njohjen e tij me emrin dhe cilësitë e tij që i ka, që fatkeqësisht sot shumë pak në mesin e muslimanëve bëhet muhabet rreth Allahut dhul xhelal. Madhnisë e tij, fuqisë e tij
diturisë e tij dhe se e gjithë bota dhe çka janë dorë në Allahut subhanahu wa taala dhe ulumtimin e urtësive të në lidhje me atë që ndodh sot dhe që ti e shef si të keqe, si të zë, si gabim, cila është urtësia e pranisë atyre veprimeve. Fatkeqësisht bëhet mohabet gjatë edhe gjatë, mirë po shumë pak folet lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj lidhje me librin e Allahut, mësimet, porosit, urtësit që kanë argumentet kuranore, të cilat na fatkeqësisht pak e lexojmë, pak e kuptojmë, pak e studiojmë, edhe pak jetojmë me të. Andaj me pyet se cili për neve sa kohë kalon gjatë ditës në llafe, muhabete, në fjalë të njerëzve, edhe sa kalon me fjalë të Allahut xhelal, e kuptojmë na se jemi shumë lart. Andaj është myshdë e madhe për një ummet, për një popull, për një vend ku ai popull dhe ai vend lidhet ngushtë me Kur'an. Andaj Temim ibn Aus darin e pa, ishte njëri që çdo 7 ditë e bënte kanihat me Kur'an. Domthonë çdo javë e përfundonte një lexim, domthonë të plotë të Kur'anit që nga sura e Fatiha deri te sura e Nas. Nëse na pyetemi sa halt me I bëjmë gjatë vitit, dhe dalë se ndoshta me zor a e bëjmë një halt me pinë në Ramazan, edhe një nëse arrin Ramazan, jemi qarlit 2 halt me në vit, thejme na kemi ecë shumë për para. Çdo javë ka një halt me 54 javë, 52 javë se I ka viti, dhe më thonë 52 halt me Kur'anit. Kjo jashtë Ramazanit, sigurisht se në Ramazan, sigur se ka qenë traditë e shumë sahabeve me buhat me Kur'anin 3 ditë, ndoshta edhe më pak se 3 ditë. Edhe porosin ndaj, dhe më thonë të flasim mbi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të tregojmë vlerat, virtytet dhe humanizmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz prej neve, që këtu që janë xhami, dinë më shumë ndodhi mbi jetën e njerëzve të thjeshtë, e njerëzve politikanë, e njerëzve artista, e njerëzve sportista se sa mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse nuk lexon mbi jetën e tij. Me pyet sa herë ke lexuar një libër mbi biografinë e pejgamberit, për shembull, një prej librave më përmbledhëse dhe më të këndshme dhe më të lehta në këtë nevuloze. Sa herë ti ke lexuar në gjuhën tonë që e kije, a e ke lexuar një herë apo nuk e ke lexuar? Nëse ke lexuar para 10 viteve, mos e ke shfletuar dhe shumë gjëra që nga jeta e ti I ke haru, dhe normalisht ndoshta kjo është edhe mangësi e hoxhallarëve që nuk I përsërisin her pas here tregimet nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj vim te pjesa e përditshme e jetës sonë. Popujt musliman ndahen 2 kategori: paria e tyre dhe populli I thjeshtë. Muslimani I devotshëm, muslimani I sinqert, muslimani I vërtet është ai I cili ka gajlet e 2 shtresave, edhe paris edhe populli I thjeshtë. Tash, nasihati me adhon paris është punë e vështirë, se paria zakonisht është mendje madhe, zakonisht refuzon këshillat e njeriut thjesht, zakonisht I pengon këshilla e cila e djeg atë, e cila domethënë kërkon ndryshimin e veprimeve të këqija në veprime të mira, dhe zakonisht paria kur dikush çohet I jep nasihat, nëse nuk është e mirë, e burgos, e denon, e maltreton, e kështu me radhë, e torturon e kështu me radhë. Sikur që ka ndodhur në shumë raste në historinë islame, për shembull në kohën e Haxhaxhit, si pari I cili nuk ka pranuar nasihatin dhe këshillën e ulemave, I ka burgos, madje edhe I ka vrarë, edhe deri më sot domethënë paria zullumçare e larguar nga rruga e Allahut xhel me uçur dikush me këshillue, ajo e pengon atë dhe ai normalisht është I gatshëm me e vra, e me mbyt, e me persekutu, e me torturu, e me burgos atë që jep këshill. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër thot Sayyidu shuhada Hamza wa rajulun qama ila sultanin jair fa nasahahu fa qatalahu. Andaj thot princi I shahidave, zotnia I shahidave është Hamza radiallahu anhu dhe bashkë me te njeriu I cili qohet karshi një sultanit zullumçar dhe jep nasihat, I pengon ki nasihati ati sultanit zullumçar, ai përket e vret. Andaj për shembull që thuhet sot për shembull për dilemave që I kanë shumë njerëz, si mund ta kuptoj unë këtë veprim të një muslimanit I cili del duar thot karshi një ushtrie zullumçare në Egjipt, kriminale që bën masakra
dhe ajo ushtri e vret këtë duar thot. Thot unë s'muj me kuptu, sa ai me pas kon pak me i menqëm, s'kishtë dalë duar thot. Nëse ai gjun me armatim në gjoksin e këtij që është duar thot, atëra dhe ky e logjikshme është me akthy një jetë mas me marrë armatim edhe me e luftu atë kriminal e atë zullumqar. Që kjo është kuptimi i këtij veprimit. E lun rolin edhe arrin gradën e Hamzës radiallahu anhu, i cili der ka shënjë pushtetar i zullumqar, kriminal, masakrues, dhe ja thot se unë nuk pajtona me këtë që ti e bën, se ti ke bo zullum, e ke marrë një të drejt të cilën ja ka dhonë e mira edhe e vërteta dhe të këti populli se këti vendi, dhe për atë vritet, atër ai e fiton këtë gatë të lartë të shehid lëkut, insha Allahu ta'ala. Andaj, edhe pastaj vazhdon me masën e gjërë, që atë s'ka pengesa, nuk e pengon kush me thonë vërtet mirë, po aty fatkeqësisht do thotë mësohet ky me te, jeton me te, nuk ja prish qefin, nuk ja prish hatin, edhe bëhet si masë e gjërë, nuk përdon të mirë, as që ndërën nga e keqe. Andaj, ulemat kanë thonë Allah e mëshiroft njeriun, i cili kur flet e përmen Allahun, kur hesht mendon, kur shikon anën ban rrethit vetë, me mësim dhe porosi, kur lëviz e bën ibadet Allahun dhu gjelal, dhe në fund janë rahat nga gjuha dhe dora e ti muslimanot, Allahu në boft të këtil. Gjithashtu, premsimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se mënyrat e ndryshme të komunikimit që ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sigur se e shefni edhe vetë, 181 hadith i kemi kalu. Jo çdo hadith e ka përdor të njëjtën formë. Dikun ka përdor domethënë formën e tregimit. Dikun ka përdor formën e urdhit, dikun ka përdor formën e dialogut, bisedës. E feja është këshill i thamë për ka, tha për Allahun, librin e tij, pejgamberin e tij, Krishtin e muslimanëve dhe mbar muslimanët e thjeshtë. Do thotë kjo si debat, si dialog mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve ka met kujtesën e tyre, edhe ti e ke malet me kujtue edhe me marr parasysh. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdor metoda të ndryshme të komunikimit për mos më u bë monoton të xhamatit. Dhe kjo është gjë që secili hoxh edhe secili thellës më pas parasysh. Nuk mundesh të njëjtat fjalë me përdor në çdo vend. Nuk mundesh të njëjtat metodë me përdor në çdo vend. Dallon kur je në mihrab, dallon kur je në minber, dallon kur je në od, dallon kur je në piknik, dallon kur je në televizor, dallon kur je në radio, dallon kur je në internet, dallon kur je me plesh, dallon kur je me tri, dallon kur je me gra, dallon kur je me fëmijë. Të gjitha shtresat kërkojnë një gjuhë të vetën që e kuptojmë, dhe kjo është shumë më rëndësishme me pas parasysh nëse don që ti me lën gjuhën të tuaja tek ata njerëz që ndëgjojnë edhe të përcjellin. Andaj, përdorja e metodës së dialogut, pyetjes dhe përgjigjes është një metodë pejgamberike e cila u tërheq vëmendjen njerëzve dhe e rrit gatishmërinë intelektuale të tyre për të kuptuar qëllimin dhe mesazhin e asaj bisede ose atij dialogu. Gjithashtu, premtime dhe porosive që dalin shesh nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fakti se Allahu dhu xhelal Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë veçorinë e fjalëve përmbledhëse. E thot një llaf të shkurtër që domethënia e saj është shumë e madhe. Ky hadith shumë ulema e ka veç këtë hadith e kanë komentuar dhe kanë marrë libra shumë faqe në komentin e këtij hadithit. Andaj ulemat kanë thënë Allahu dhu xhelal e ka veçuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për dallim për pejgamberëve tjera me shumë veçori, mes tyre i ka dhënë domethënë dhe fjalët përmbledhëse që e thot një llaf dhe ka kuptime të shumta dhe të begatshme ajo fjalë e tillë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fudiltu al-anbiya bi sitt, janë veçuar dhe ngritur mbi pejgamberët e tjerë me 6 gjëra, mes tyre thot wa utitu jawami al-kalim, mi ka dhënë Allahu dhe fjalët për mbledhëse, dhe kjo veçori ka dalë edhe këtë hadith e dinun nasiha, feja është këshill e shumë sende që kanë të bëjnë me fejën futen në mesin e kësaj hadithe. Thot Imam Nevevi rahimullahu taala se Khattabiu ka thonë an-nasiha kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadhi lil mansuhi lahu. Nasihati është fjalë përmbledhëse që përmbledh vetvete shumë kuptime që kanë të bëjnë me dëshirën që e ki ti
ai të cilët jep ti nasihat me i fitu të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive del në shesh vlera e madhe që ka nasihati në jetën e besimtarit. Madje ulemat kanë thonë është thelbi dhe esenca e fesë. Dhe me nasihat përmirësohet shoqëria. Pasi që nasihati bëhet sebeb me përhap vlerat e mëdha dhe me i mbulue të metat dhe mangësitë që i kanë njerëzit. Ai i cili e kryen këtë obligim, e jep nasihatin ashtu si duhet, atëherë do thotë stabilizohet jeta në shoqërinë muslimane. Gjithashtu ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se do të çfarë vlera të mëdha i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nasihatit, pasi që e ka bërë atë shtyllën kryesore të fesë dhe do të i ka mësuar muslimanët se nëse ata e lënë nasihatin dhe konsultimin mes tyre, prishet gjendja e tyre, lihen mazdore shumë sunete dhe dominojnë në mes e muslimanëve bidatet e këqija që dëmtojnë islamin dhe sjellin pastaj gjëra që nuk është i kënaqur me to Allahu subhanahu wa taala. Allahu dhul jalal e ka treguar në Kur'an në shumë ajete, sikur të përmendëm në fillim, se nasihati ka qenë pjesë përbërëse e jetës së muslimanëve dhe jetës së pejgamberëve të Allahu dhul jalal. Andaj ka treguar për Nuhin alayhis salam wa ansahu lakum u ju nasihat, dhe ka treguar për Hudin alayhis salam, ka thonë inni nasion lakum nasion amin, unë jam një këshillues besnik i juaj, dhe ka thonë në surën Hujurat innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, besimtarët janë vëllezër dhe pajtoni mes vëllezërve kur ata kanë mosmarrëveshje, që do të thonë se vëllëzëria e vërtet ngrihet mbi parimin e nasihatit, sikur se e përmendëm edhe gjithashtu ka thonë Allahu dhul jalal laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Nuk kanë faj këta njerëz që s'marrin pjesë në xhihad, nëse kush janë njerëz nuk kanë faj të dobtit, e as të smundit, e as ata që s'kan pasuri që i përgatit me shku në xhihad, nëse ata japin nasihat për Allahun dhe pejgamberin e tij. Domthon ti për shembull që s'ke mujt me shku në xhihad për shkak se je i dopt ose je i smund ose s'ke pasuri, nuk shkruhet gjunaf se s'ke shku në xhihad nëse ti e bën nasihatin për Allahun dhe për pejgamberin e tij. Ama ti rrin indiferent vendin tan, leje s'mundesh me shku në xhihad, edhe plus këtu ku i jeti, ku s'duhet shumë punë në nasihat, nuk jep nasihat, atëherë nuk kiti në më thonë arsye për Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Ibn Rajebi rahimahullahu ta'ala, ai njeri i cili nuk merr pjesë në xhihad me arsye, nuk ka gjuna për të, nëse e plotson këtë kusht, ajo është me dhënë nasihat për Allahun dhul jalal dhe për pejgamberin e tij. Përndryshe, nëse ti nuk merr pjesë në xhihad, edhe nuk merr pjesë në nasihat, atë gjitha arsyetimet tuaja për mos pjesëmarrje në xhihad nuk qëndrojnë, andaj ata njerëz llogariten munafik kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nasihati është një fjalë, një këshill e mirë, ose një fjalë e mirë të cilën ja jep njeriu të tjerëve me qëllim të përmirësohet ai. Andaj ka kushte. Për kushteve që kanë përmendur ulemat është sinqeriteti, me qenë pa propavi personale. Sikur se përmendëm pak më herët, jo me nënçmu, jo me ofendu, jo me nxjerrë shesht metat, thjesht ja don atij të mirën dhe sinqerisht mundohesh me fjalët e tua me e bind se ajo që bën ai është gabim dhe se ai duhet me u korrigju dhe me u përmirësu. Me ditë temën për cilën ti e këshillon, me pas fakte dhe argumente, me pas dituri rreth temës për cilën ti e këshillon, me qenë i butë kur ti ja sqaron atë të cilën dëshiron të tregosh, me qenë domethënë me i përzgjedh fjalët se si dhe çka i thua atij e kështu. Andaj Allahu dhul jalal tregon komunikimin e Musës alayhis salam me kokën e kufrit të kohësave dhe gjithë kohërave, si shembull faraonit
që komunikimi qenë i but, me fjalë zgjedhura, me fjalë buta, thot Allahu dhe faqula lahu, i thot Musës edhe Harunit alayhi salam, thoni ju di atij kujt faraonit, qawlan layyinan, fjalët e buta, la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha, ndoshta e merr mësimin apo frigohet. Dhe gjithashtu Allahu dhe u thot gjithë njerëzve dhe muslimanve, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan, kur debatosh me ahli kitabin, debato me fjalë më të mira, të mundshme. Dhe kjo ajet është porosi dhe mësim për të gjithë muslimanët në komunikimet e internetit, gjatë komenteve, ndaj shkrimeve dhe qëndrimeve islamofobe të njerëzve të ndryshëm. Andaj komuniko me ata në formën më të mirë. Qëllimi është që ata me izmbraps nga qëndrimi islamofob, anti-islam, në qëndrim të paanshëm apo islamofil. Ama ofendimi, nënshmimi e sharja nuk është, domethënë, edukat e islamit dhe muslimanve që duhet ta kenë, domethënë, të pranishme. Andaj Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala ka shkruar një libër për me tregu dallimin mes nasihatit dhe ofendimit. Se kjo përzihet shpesh të njerëzit që s'kan dituri, apo që kanë zemrën e smut. Ai më thot jam të do nasihat, a qëllimi i tij është me të ofendu edhe me në çmu. Andaj Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala ka thonë: "Innal mu'mina yasturu wa yansah wal fajir yahtaku wa yu'ir." Thot besimtari jep nasihat dhe ta mlon tmetën. Do thot i keqi ta publikon tmetën dhe të ofendon apo qorton publikisht para njerëzve. Andaj lidhen me këtë Imam Shafiu rahimahullahu taala ka thonë: "Ta'ammadni bi nushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fi al-jama'a fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'a fa in khalaftani wa 'asayta qawli fala taqdab idha lam tu'ta at-ta'a." Synom me këshill kur jam vetë dhe largoju këshillës kur jam publik në xhamat, sepse këshilla para njerëzve është një lloj i ofendimi që nuk jam razi me ndëgju. Nëse ti nuk më ndëgjon dhe nuk e respekton këtë mendim timin, mos u dhënon nëse unë nuk ta marr fjalën. Dhe kjo është gjë normale. Si njeriu nëse e qorton publikisht është shumë vështirë ai me ta marr llafin tan. Andaj do të më gjetë mënyrat komunikimit të përshtatshme për me këshillu njeriu. Ka edhe mesele tjera të cilat domethënë nuk kemi kohë mi përmend në këtë ders të sotit, po mjafton se do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka motivuar muslimanët me dhënë nasihat e tij dhe mos mund dal kur nga kjo rrugë. Lutim Allahun na bën të këtill në lidhje të bishme dhe vepra të mira, në artëgjat në fjalë dhe vepra. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.